26 maj, e hën, ngriuni luftoni për vendin tuaj. Sot është Memorial Day, dita e kujtesës, respekt, nderim për të gjithë ata që kanë rënë për këtë komb të madh. Trump ka marrë një telefonat nga Ursula, presidente ekzekutive e Bashkimit Evropian, duke ju lutur që të ndalojë të paktën për një muaj tarifat ndaj BE-s. Pikërisht arsyeja që Trump kërcënoi me tarifa ishte kjo: BE të ulet në bisedime për të pranuar marrëveshje tregtare. Në fakt deri tani presionet kanë qenë të mëdha dhe Wall Street ka reaguar ashpërsisht ndaj tij. Pse? 7% e amerikanëve që kontrollojnë 80% të stoqeve, pra të Wall Streetit, janë shqetësuar nga këtë tërmet, nga kjo turbulencë e zotit Trump. Në qoftë se shikojmë titujt e Wall Street Journal, kanë qenë shkatruese, ofenduese ndaj zotit Trump. Dikur kanë qenë në mbështetje të tij, në 100%. Por pikërisht duke ndier humbjen e mega fitimeve të tyre, me rënien e stoqeve, ata kanë kaluar në sulm. Nuk kanë bazë, sulmet nuk kanë bazë asgjë ndaj zotit Trump. Po të shikojmë me vëmendje, GDP-ja po bëhet një rikalkulim, është në rritje, vendet e punës janë shtuar 177.000 vende pune muajin e fundit, inflacioni është i moderuar tek 2%, pra të gjitha dhënat janë në favor të zotit Trump. Disa mund thonë që Trump është i çmendur, kërkon që të kthej fabrika, uzina, punishte nga Kina, nga India këtu. Jo, zoti Trump nuk mendon këtë. Nuk mendon të prodhojë as çorape, nuk mendon të prodhojë as atlete. Ai kërkon të kthej në SBA industrinë e mikrochipsave, industrinë e prodhimit të armëve, elementeve, paketave të avionëve dhe farmaceutikë. Kina ndihet e rrezikuar nga zoti Trump. Tarifat ndaj Kinës do të ishin vdekje prurse. Ja dha mesazhin, duke bërë 145%, me mira punëtor, dolën rrugë, filluan të protestojnë në Kinë. U tërhoq duke dhënë sinjalin: unë mund të shkatroj sistemin ekonomik edhe politik. Ndaj do ta ketë më të lehtë për të pasur një marrëveshje me Kinën. Deri tani ka pasur vetëm një marrëveshje zyrtare me Britaninë e Madhe, por të gjitha marrëveshjet do të pasojnë. Ky vend është i ndarë. Është 16-40. 60% janë tradicionalist, respektojnë familjen, themelet e filozofisë të qytetërimit perëndimor, ndërsa 40% e majt radikal që kërkojnë të shkatrojnë çdo gjë. Wokizëm, antifamilje, antikomp. Trump mund mos ketë qenë biznesmen i suksesshëm se ka falimentuar 6 herë, por si marketing është genial. A e dini që të gjithë drejtuesit e Big Tech-ut e urrenin, e përbuznin dhe ishin kundër tij. I ftoi një nga një. E di që nuk më doni, e di që më urreni, gjithashtu dhe unë. Por ne mund të përdorim njëri tjetrin. Unë dua që investimet tuaja të kthehen këtu në Amerikë. Europa nuk ju do. Kina ju përbuz. Ajo që keni bërë deri tani është anti-amerikane, anti-kombëtare. Keni dërguar teknologjinë e lartë amerikane në Kinë, ata e kanë kopjuar dhe t'jeni të bindur që do t'ju godasin me shkelma, do t'ju nxjerrin jashtë Kinës, nuk ka nevojë më për ju. Amerika e pa se kishte problem të madh gjatë Covidit, kur u ndërprerën anijet që vinin nga Kina, e kuptuan që ishin në një varësi të tmerrshme nga prodhimet kineze, jo për ato cheap products, për produktet e lira, po për gjërat kardinale, mikrochipset, teknologjinë e lartë, farmaceutike. Me Trump kjo nuk do të ndodhë më. Natyrisht që ka marrë një gambit, një bixhoz të madh, nuk është e lehtë, por Trump është i zgjuar. Ju kam thënë që Trump është Jacksonian, pra do të sille më mirë me armiqt dhe më keq me miqt. Kjo ka qenë thelbi
i gjenksionanizmit. Dhe kjo duket qartë, nuk do të ndërhyjmë në vendet tjera, nuk do të krijojmë shtete nga e para, pa respektuar kulturat atyre vendeve. Kjo ka vënë Mark Rubio në një pozitë të vështirë, sepse Mark Rubio përpara se të vinte sekretar shteti ishte kundër komunistëve kinez, kundër radikalizmit majt, për ndërhyje të mëdha kudo. Tani ai është pozicionuar te Trump. A ka drejt Trump me këtë qasje jacksoniane? Ka. George Bush, Obama, Biden ishin Wilsonian, jo jacksonian. Pra, ju vu vëmendje më e madhe të drejtave të njerëzit, demokracisë, kudo që Amerika shkonte dhe ndërhynte. Dhe nuk ishte merkantilist siç është zoti Trump. Dështimin e qasjes sipas ideve të Wilsonit e pam në Afganistan, kur ti kishe hedhur me miliarda dollar, kur kishe ndërtuar një ambasadë $1 miliard, ku mbaje flamujnë e geve me muaj të tërë, u largove si humbës në mënyrën më të turpshme. Pra qasja wilsoniane e ka dëmtuar Amerikën. Qasja jacksoniane jo, e ka bërë më të fortë. Marrim rastin e Arabisë Saudite. Autokrat diktator, po. Vranë në mënyrë makabre një gazetar turk. Joe Biden filloi me ofendime, kriminal, diktator, nuk do të bëj asnjë vizitë. Çfarë fitoi Amerika nga kjo? Arabia Saudite me njëherë u lidh me Iranin, me Kinën, me Rusin. Përfituan vendet armiqësore të Amerikës pikërisht nga që u aplikua politika wilsoniane. Trump nuk e ka të lehtë, sepse baza e Deep State qëndron mbi punonësit federal civil të mbrojtur nga ligji civil. Ata mund ta kenë punën gjatë gjithë jetës me një kusht të qëndrojnë apolitik. Në momentin që përfshihen politik, Trump ka të drejtë të heqë çdo ashtu siç po kryen dhe po bën. Nuk është më administrata Trump siç ka qenë administrata e parë, ku ishte kaos, sidomos vitin e parë, sepse kishte persona Tillerson, Bolton, Mattis që sabotonin zotin Trump. Kishin çështjet e tyre, nderin e tyre, dhe kishte leaking pafund në New York Times e kudo, duke e portretizuar Trumpin si idiot, si ignorant, qesharak, njëri që nuk njeh asgjë nga politika shtetërore. Dhe kjo e dëmtoi shumë. Por rikthimi i tij i fuqishëm dhe ky lloj bixhozi që po bën me tarifat dhe me ristrukturimin e ekonomive, Trumpin mund ta ngrerë në figurat më të mëdha të presidentëve amerikanë. Në takimin që ka pasur me Big Tech, me miliarderë të mëdhenj, i ka sqaruar: unë nuk dua që ju të prodhoni as patatina, as veshmbathje, as çkrape. Ideja e kthimit fabrikave këtu, mbas të paktën $20 trilion investime që do vinë, nuk është për të krijuar punë dhe punëtorë siç janë punëtorët në Kinë, Indi apo në Shqipëri. Punëtorë të pakualifikuar, jo. Zoti Trump kërkon të ndërtoj fabrika të tilla që do të punojnë me kompjuter dhe me njerëz me aftësi shumë të mëdha. Dhe kjo ka tmerruar Kinën. Ndaj po tallet dhe po përbuzet me universitetet e mëdha, të cilët prodhojnë filozof, wokizëm, radikalizëm dhe nuk mësojnë trades, profesione. Duhen të krijon, aty po shtyn Trump, shkolla 2 vjeçare mbas gjimnazit për të mësuar këtë lloj trades, zanatësh, dhe jo majors, diploma pa fund në universitetet ultra radikale të majtë amerikane. Natyrisht që me Harvardin e kam thënë ka dhe personale, nuk i pranuar birën e tij,
por ai nuk e kupton se si një universitet që ka në depozita mbi 55 miliardë dollar dhe kërkon miliarda dollar nga shteti federal. Jo. Janë 27% student huaj. Më bini listat nga ç'vende janë. Ideja është që kanë ndikim të Partisë Komuniste Kineze dhe nga ato vende armiqësore që vinë për të përfituar në sistem, për të vjedhur teknologji dhe për të prishur strukturën amerikane, sepse rreth 70% e PhD-ve janë nga studentë huaj. Tani Harvard është një emër i madh. Ka shkuar në gjykatë, e ka stopuar për 2 javë këtë ndalimin e studentëve të huaj dhe i jep dhe argument që 27% që janë studentë huaj paguajnë në mënyrë të plot tuitionin dhe nga paratë e tyre, nga dollarët e tyre, subvencionohet pjesa e studentëve amerikanë. Profesoriati i Harvardit është 75% ultra demokrat. Trump nuk e kupton BE-n. Trump nuk e kupton sistemin partijak evropian. Ndaj i përbuz, dhe ai thotë që BE-ja është krijuar me qëllimin e vetëm që të përfitonte ekonomikisht në kurrizin tonë. Ka drejtë. Kërcënimi me 50% të merroj klasën teknokrate, burokrate të BE-s. Ju kam thënë disa herë, Trump me tarifa mund të rrëzoj çdo qeveri. Prija, sepse nuk do të kemi atë qasjen që të drejtat e njeriut, shkeljet e tyre, zgjedhjet, votat, do të kenë ndikimin kryesor për administratën amerikane. Kjo pa me qasjen që ndodhi me Hungarin, kur kandidati ishte një kandidat i djathtë pro-Trump, i mbështetur, erdhi bëri fushat këtu, por administrata mbas përfundimit të zgjedhjeve ka uruar kandidatin e majtë që është Sorosian. Natyrisht që departamenti ka heshtur për paragjyllësitë e shumta në Shqipëri, ka dhënë një deklaratë për ne për Fokus, pritet raportimi që do të vi nga vëzhguesit e ambasadës, por unë nuk kam shumë shpresë nga disa vëzhgues që mund të kuptojnë se çfarë ndodh realisht. Amerikanët nuk e kuptojnë sistemin partijak në Europë. Ju duket qesharak, sistemi amerikan 2 partijak, siç e kanë dhe britanikët dhe vendet e Commonwealthit, është me të vërtet sistem përfaqësues në demokraci. Ajo që ndodh në Europë nuk është sistem përfaqësues, sepse ajo elita, disa teknokrat, burokrat, përbuzin votuesit e tyre, i konsiderojnë njerëz ignorant që nuk kanë zotësinë për të zgjedhur qeveri, për të qeverisur, pra elitat, teknokratët, aristokratët duhet të kontrollojnë vendet. Dhe është e pakoptim të në SBA se si ti nuk voton për kryeministër, bëhet kryeministër dikush që nuk është votuar. Siç është rasti këtu kur votohet për president, A-ja ose B-ja, apo për kongresmen dhe për senator. Ky është sistemi më i përkryer. Dhe këtu populli ka forcë të heqë, se këtu njerë në 2 vjet është kongresi, ti mund të biesh me njëherë poshtë. Në Evropë të qëndron për jetë. 3 mandate, 4 mandate, të pakuptueshme për sistemin amerikan. Ndaj janë përbuzës ndaj tyre, ndaj janë indiferent, sepse nuk e shikojnë realisht njerëzit që janë krye, që përfaqësojnë votën reale përfaqësuesit të popujve tyre. Pra 30% është kancelari në Gjermani, 31% është Pierre në Itali, Gagarelli në Francë, 7%, pra i mban sistemin loj, siç mban edhe Ramën. Ndaj, ajo që quhet e djathtë shqiptare duhet ta ngrejë çështjen, kesin e saj shumë fuqishëm këtu. Nuk bëhet me një ditë, nuk bëhet me lobist. Bëhet duke kontaktuar Kongres, Senat, White House, State Department, kudo, medjen. Shqipërinë e shpëton sistemi politik amerikan përfaqësues. Ndryshe, autokrat, diktator, pasues të Enver Hoxhës do të vazhdojnë tallën, të përbuzen edhe ata, si pjesa më e madhe e Europës që i konsideron ignorant, të paaft, të pazot votuesit e tyre. Pra ata vendosin për ta për çdo gjë. Ata vendosin se ta kesh pensionin, ata vendosin se si ti të vuash për bukë në gojës, ata vendosin që ti
ti jesh si sklav në administrat të telefonosh 10 vetë ose 20 emra. Pra, sistemi Amerikan, duke përfituar nga zoti Trump, natyrisht edhe me ato pak akses me lobistët që kanë zgjedhur, do ta shpëtonte atë vend nga ajo rrokapuj dhe largime masive të njerëzve. Atë dëm që Rama e ka bërë Shqipërinë, që ka bërë Serbia, as Turqia dikur, thuhet që kanë ikur 1 milion, në qoftë se do të vazhdojë edhe një vit, do të ikin paktën edhe 200.000 të tjerë. Hetimi ndaj vjedhjeve nis në Shqipëri. Për mua provat nuk janë ndaj shumë të vështira, janë vetëm elementet gonxhe, janë një lloj zeqineje, një mila, por edhe disa të PD-s që kanë vjedhur brenda kolegëve të tyre që i rrëzojnë. E kam thënë edhe një herë, në qoftë se fiton zgjedhjet me bandat e bandit. Fundi i bandave dhe i banditëve dihet. Në pjesën e dytë do të kem një nderim për një emër si Tanush Mulleti nga familja fisnike e Mulletëve, i cili një vit më parë ndroi jetë, si dhe Dinoshi do të më flasë për një personazh shumë interesant, Aglai Zoto, e cila njihte sekretet morale të bllokut të pamoralshëm Byros Politike Shqiptare. Në Shqipëri. Klerohen. I ka kap Italia edhe janë akt terrorist. Ata morën peng vajzën e ja, mirë ta shkën, kanë afru 7.000 Napoleona letër. Kanë kujtu sa thet me pare. Edhe kanë shkuar dhe Kajman Kokoleshi, ka thonë s'kam qëmi po. A ishte shefi policisë, nuk është Kajman Kokoleshi. Pa, pra, familje intelektuale. A i ka një personalitet, ta mën kry shkollë për polici. E ka Kokaleshi apo Kukaleshi? Kokaleshi. Kokaleshi, po. Figura madhe. Parte ti për herë parë flamuni shtëpi ty në avu në kohën kur ka ardhur flamuni që kanë pru austriak të cen Kokaleshi. Edhe shtëpia ty në kur e mbyll klubi i bashkimit, këto si e kanë emrin këto Gjën Turqit, shtëpia cen Kokaleshit ishte shkollë, e fali shkollë. Tani monit i morën peng vajzën? Edhe këta ç'a bëjnë dashti? Po i kapim djalin peng. Qazimin, shitin. Kërka shitin, shiti tha, erdhë një urdhën, tha, balilat, familjet varfër në me i që një 3 muaj në Itali. Mirë, kur u bonta, unë meta vetëm në Tirana, kuptojnë se nuk kap të lista me shku atje. I varfër. Kur përthejnë da, i thënë komunista cite një fjallë që këta italianë dhe i marrin fëmijët e si këthejnë ma. Edhe qojnë shitin. Shkun i thënë qazimit, po që edhe djalin tem. Kam ne tha 2 muaj gjysë fruli Venecia Gjuli. Nuk është këtu. Atëre kapën vajzën me Kokoleshi. 12 vjeç. Po, një 11. Ka vlek para 2 vjeçe. Edhe kush e kapi tashti? Ky i matë në shtëpi pa pare mërë. Ky i matë në Qaragji. Ky më Kokoleshi. Shofer ka keni jati lalesit futbolistit. Po, lalesit, po. Minoritet. Edhe e kapën këtë vajzën, edhe hupi vajza, o bërë lërë, bëm. Shkëni të në qazimit vajza, i qënë fjallë qazimit. Qofë se mërën 28 orëve, nuk lirohet vajza. Edhe parë do hamë, edhe gjak do dërë. Ramiz Ali. Unë 300 komunista dhe i vras me ndorë teme. Se i kishtë e gati. Atëherë nën hynë, të ashtit kemi të sakt, më ka thonë... Enveris dinde. Më ka thonë ky, Alibali. Më slanë të dyshit. Ne e boni organizata partisë, celula partisë e Tirana e bonin kryt vetë. Ky shoqja e... Fiqeret e së gjaktari. Edhe aji, Tonin Miloti, qenë ata që ka kenë minister. Enveris dinte. Edhe e bëmë në shkoj Enveri atje, që keni bëmë hapë të në Tiranën, komunistat o merkën edhe me fëmi, edhe me femna, edhe me terrorizm. I ka thënë, me dërzu fëmin, ku me dërzu i ka për i foka, e kishte vunë për para Tonin Jakova, e kishte vunë për para në bicikletë e hedhë një rrugicë.
në Shqipëri.